Kanalizimi derën që të prysë në rejkë është, të poshtë, edhe për bujna pengesë dhe këshive këtu, se hera verës gubën këtu. Ankesa e radhës na solli në Lipjan në rrugën Afrim Zhitia. Këtu banorët kanë problem me ujrat e zeza dhe rrugën e pashtruar. Rames Fahio, rruga Afrim Zhitia, në rrugën e kem të shemo, të atje poshtë, vete këna për mirë mbojt që 7 vjetë vete shtryne. Komuna njëheri ka qitë 2 kamiona zhavar. Vjetë këna qitën, për atje poshtë i tek 10 kamiona, i këna pagu vetë. Qysh këna mujtë. Edhe për kanalizim, jenë bo gati 2-13 shpi, që 3 vjetë këna bo kërkesën për çdo vjetë. S'ka morë kur gjë komuna, pa kanalizimi. Kanalizimi derën që të prysë në rejkë është, të poshtë, edhe për bujna pengesë dhe këshive këtu, se hera verës gubën këtu. I kom pas bletu, 30 cupa bleti kom pas, shiri kanalizimit të sale, mu kanë zhdu. S'po kem shka me bon. Në komunë kena bo kërkesë që 3 vjetë, kush nuk na merë parasysh. Qa po ju thojnë komunë? Në komunë dalim, si ndalë kur. 2 kërkesa për rrugë dhe për kanalizim. Nëse banorëve do të bëhet një zgjidhje lidhur me kundërmimin nga ujrat e zeza, respektivisht kanalizimin dhe rrugën, do të provojmë të marrim përgjigje nga komuna e Lipjanit. Sa i përket rrugës Afrim Zhitia në lagjën e re, ju njoftojmë se projekti për asfaltimin e kësaj rruge tashmë është përfshirë në planin e investimeve kapitale të komunës së Lipjanit për vitin 2026, ndërsa aktualisht janë në fazën përfundimtare procedurat e shpronësimit për disa parcela të mbetura përgjatë trasës. Pas përmbylljes së procedurave ligjore, punimet në terren pritet të nisin në tremujorin e dytë të vitit 2026, nëse nuk paraqiten vonesa nga procedurat e prokurimit publik. Sa i përket rrjetit të kanalizimit, kjo zonë është parapar në fazën e dytë të projektit të zgjerimit të rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik, që do të zbatohet në bashkëpunim me KRU Batlava dhe Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Punimet për këtë komponent janë planifikuar të nisin gjatë gjysmës së dytë të vitit 2025, pas përfundimit të fazës së projektimit teknik që është në proces. Komuna e Lipjanit mbetet e përkushtuar që të përmirësoj infrastrukturën në të gjitha lagjet e qytetit, duke përfshirë edhe rrugën Afrim Zhitia, dhe falenderon banorët për durimin dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm.